Faleminderit. Kryeministri Rama, ju lutem. Faleminderit shumë. E dashur Mari, e dashur Marta, ministre, komisionere. Kam shumë mirënjohje me të cilën dua të them disa fjalë, duke nisur nga falënderimi për ju, për mbështetjen dhe që jeni siguruar të mbahet premtimi që kur japim rezultate shpërblehemi. Sot çelëm një tjetër grup kapitull që në fakt përbëjnë 5 grup kapitull në 11 muaj dhe me sa di unë ky është një rekord. Presim me padurim të çelim grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij viti. E di që është shumë ambicioze, por është ajo çfarë duam të bëjmë. Dhe me shpresë do ta bëjmë së bashku. Dhe siç e thatë, ashtu siç e theksoi edhe Marta. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e një shpërblimi një herë për gjithmonë, por të realizohem çdo ditë. Dhe ne e dim që ka sfida, e dim që duhen bërë shumë përpjekje, por e dim edhe që nuk ka asnjë rrugë tjetër. Dhe më sfundi, kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën. Kështu që kjo është një perandori pjesë e së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, një perandori sigurie e sigurimi ku më sfundi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat e lirit e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Nuk dua që të flas më gjatë, sepse jam tejet i vetëdijshëm që Danimarka ka shumë për të bërë dhe ministrja këtu ka një ditë të gjatë përpara saj e gjëra të tjera për të bërë. Për të vijuar me detyrimet e presidencës daneze, por dua të them diçka që ishte diçka që vërtet, për cilën na erdhi vërtet shumë mirë kur pam që për kur pam barometrin që përmendi Marta dhe kur kuptuam që populli danez është mes mbështetësve më të mëdhenj të antarësimit tonë. Që të kesh nga ana jon vikingët është diçka që t'jep mjaft siguri. Dhe na duhet ta përhapim këtë në mbar Europën në mënyrë që askush të mos guxoj një farë mënyrë të na bllokoj rrugën, sepse midis nesh dhe vikingëve joint venture, but është një sipërmarrje që është e frikshme. Megjithatë, thënë kjo, faleminderit shumë Mari, faleminderit shumë Marta. Dhe ashtu siç po diskutonim edhe gjatë konferencës, tashmë kemi një ministri e ministër të dedikuar për mjedisin ekskluzivisht. Më duhet ta pranoj se ky është rezultat edhe i një farë trysnie nga kanalet e BE-s për ta bërë një gjë të tillë. Sigurisht, trysni miqësore me argumente të mira. Kështu që ne kemi hyrë apo i jemi vënë plotësisht dhe dua të falenderoj gjithashtu dhe të mbështetemi dhe di që do të mbështetemi tek e gjithë dija e Europës, një dije që është akumuluar duke ecur përpara me anë të shembullit. Kështu që faleminderit shumë, faleminderit kryeministër. Vërtet jemi vërtet të kufizuar në kohë për shkak të mbledhjes së Këshillit, kështu që përpara mbylljes nuk e di kush do të doj të mbaj fjalën, ju lutem. I bëni pyetje shkurtimisht dhe prezantoni kush jeni dhe nga vini.
Unë jam Denada Shkodrani nga Televizioni Publik Shqiptar. Është një pyetje e njëjtë për të gjithë ju. Shqipëria është përgëzuar për çeljen e kapitujve. Dua të di cila është sfida më e madhe në 2 vitet në vijim. Sfidat më të mëdha, siç e thash dhe më parë, janë që nuk është e lehtë të çelësh kapitull, por është edhe më vështirë të mbyllësh dhe të kryesh reformat. Jemi të sigurt që jemi në rrugë të mbarë. Pra Shqipëria duhet të jap rezultate me reformat, duhet tashmë të sjellë gjithçka që është e nevojshme në mënyrë që të jetë në qendje të mbyll kapitujt. Dhe sigurisht këtë po e bëjmë në ekip. Vizioni i kryeministrit tuaj dhe i gjithë ekipit këtu është i përmbyllim negociatat në fund të 2027-s, e mbështesim këtë vizion. Çka do të thotë që në momentin që kemi këtë kandidat kaq të zellshëm, është edhe përgjegjësia nga ana jonë që t'i mbështesim me të gjithë energjinë dhe fuqinë njerëzore që kemi këtu në Bruksel, e po kështu edhe në presidencë. Jam dakord me komisioneren Kos, por kur çelim grup kapitujt 5 tashmë nga 6 për ta një kohë kaq të shkurtër, e kemi bërë këtë sepse kapacitetet administrative të Shqipërisë janë të gatshme që ndërkohë që ecim përpara që Shqipëria të bëhet pjesë e BE-s. Shqipëri nuk keni vetëm vikingët nga ana juaj, keni të gjithë BE-n, të gjitha shtetet anëtare mbështesin ecjen përpara me Shqipërinë. Një ardhme e BE-s me Shqipërinë është shumë e rëndësishme për të gjithë ne. Do të thoya diçka shumë të thjeshtë që BE-ja është bekim për një vend si Jyni e për vendet si Jyni në rajon. Është një bekim që Afganistani apo Iraku apo të tjerë nuk e kanë pasur. Përmes BE-s ne mund të marrim të gjithë dijen për të ndërtuar institucionet, për të ndërtuar shtetin që jep e ofron për qytetarët e vet përtej individualiteteve apo personaliteteve të tyre, dhe kjo është e jashtëzakonshme. Për ta bërë këtë, BE-ja të jep mjetet për të rishpikur veten si komb, për të rishpikur veten si vend dhe për të rishpikur veten si shtet. Në këtë proces besoj që BE-ja na ka ndihmuar ne si shumicë të rishpikim veten. Nëse duam ta bëjmë këtë gjë dhe këto 2 vite, sfida do të jetë të rishpikim veten duke u afruar gjithmonë e më pranë në mënyrën tonë të qenit me kërkesat, ashtu siç kërkesat e këtij grup kapitulli që janë jashtë masë të mëdha dhe që janë shumë sfiduese. Mjedisi sot është një çështje të jetëngutshme. Kërkesat janë sfiduese edhe për shtetet anëtare për të ruajtur standardet dhe për të mbrojtur standardet. Sfida jon është të rishpikim veten deri në fund, dhe kjo është arsyeja pse përmenda që tashmë kemi një ministri më vete vetëm për mjedisin, me një ekip që është rritur gjatë detyrës në një ministër të ri, i cili është negociatori nga pala jone tashmë. I duhet edhe të gjejë një negociator që ta shoqërojë. Dhe sigurisht, kjo nuk do të ishte diçka që disa vjet më parë do ta kisha marrë në konsiderat, por sot është shumë e qartë. Është një proces të mësuarit për të gjithë ne, dhe duhet jemi të përulur, të përkushtuar ndaj punës, dhe duhet ta duam Europën me të gjithë pasionin tonë. E çdo presidencë në saj, me pasion, e çdo përfaqësues të presidencave përfaqësuese me pasion. Kjo është ajo çfarë duhet bëjmë. No, Marta, you don't get jealous. U bëra xheloze. Jo, Marta, nuk duhet të jesh xheloze, sepse ju jeni BE-ja ndërsa ato janë presidencat përkohshme.
until the end. Unë do t'jem aty deri në fund. Faleminderit Edi. Kështu që është BE-ja dhe marrëdhëniet e saj. Kemi pyetje të tjera? Nuk shoh ndonjë dorë të ngritur. Do të kishte qenë krejt jo e zgjuar që të kishin pyetje të tjera pas gjithsej deklarate dashurie. Faleminderit shumë. Faleminderit.